Përveç që kemi mbetë si shoqëni e cekt. Nuk po mendoj ma larg, po mendoj veç për një foto që nështë harrohet mos 2-3 dite. Po këto fotot në vende më të thjeshta ose videot, a kanë sukses, a marrin shumë pëlqime, shumë klikime? Tash, po flasë për vetës edhe prej shoqënisë të ngushtë, unë që shedin edhe vetë me Gertin, jemi që merremi mas shumëti me video, edhe videot mas shumëti që nështë na kanë dhezë, kanë qenë ato që i kena në venet ma të thjeshta të mundshme, për shkak që të paktën që unë po mendoj që po kërkohet ma shumë është njerëz me pa diçka që nuk lakmojnë në to, po e shohin që ka gjana ditore, gjana që na i kalojnë edhe vetë. Tash po e kahet qefin e vetë njeri me po edhin, me po kreator të ndryshëm të udhëtu në për vene krejt, po tani njëjtën kohë që ajo po besoj të paktën për neve që ajo ka funksionu shumë a shumë. Se po mendoni që të rritë po tërheqën nga kjo përmbajtja luksoze, do më thonë gjithmonë nëse hapet një vend dhe duket pak luks të diçka, ti duhesh me shku, duhesh me postu diçka. Nuk është më rëndësishme nëse ushqime ose vendi ka disa gjëra të caktuara, po sot duket luks pastaj nëse ti e poston gjatë foton në Instagram ose në historia. Po tash që kjo në qëtë kohë, po lipet veç